Ja ku jemi rikthyer sërish në studio, jemi në transmetimin ton të fundjavës në Weekend Lovers. Për ju që e humbët këtë pjesë të intervistës, na gjeni në YouTube në kanalin e Premium Channel. Do të flasim sot për një prej eventeve më të rëndësishme të industrisë së turizmit. Është Tourism Fair Albania 2026 në edicionin e tij të 4 për hir të së vërtetës në Shqipëri. Panajiret janë kthyer në një nga motorët më të rëndësishëm të zhvillimit të industrisë, duke krijuar ura bashkëpunimi, duke krijuar rrjetëzim, hapësira për inovacion. Dhe kjo mundësi vjen edhe këtë vit në datat 11 dhe 12 shkurt në Pallatin e Koncerteve. Sot në studio jemi me zonjën Eneida Sheku, që është CEO e Iceberg Exhibitions, për të folur jo vetëm për këtë panajir, por edhe për ndikimin real në fakt që eventet të tilla kanë në zhvillimin e turizmit shqiptar. Eneida, përshëndetje, faleminderit që jemi në studio. Je një mikeshe Premium Channel dhe Radio Travel gjithashtu. Si kanë qenë këto ditë njerë? Përshëndetje Ada, unë jam shumë e kënaqur që rikthehem në Premium Channel edhe në Radio Travel dhe kthehem gjithmonë për panajirin e turizmit. Në fakt që në momentin që hyn në zyrat tuaja frymon turizëm kudo, kështu që ku më mirë se sa këtu mund të promovojmë panajirin e turizmit. Përgatitjet po shkojnë mirë, vrullshëm, viti ka nisur shumë me shpejtësi, ne nuk e dim kur filloi janari dhe kur po mbaron. Por jemi të lumtur që po shkojnë ashtu siç duhet, siç kishim ëndërruar. Më bëhet qefi. Çfarë e bën Tourism Fair Albania një panajir të veçantë për industrinë e turizmit dhe a ka një moto këtë vit ky edicion i 4? Panajiri Tourism Fair Albania është i veçantë së pari për faktin që i dedikohet vetëm turizmit. Pra, nuk është një panajir i përgjithshëm, ti nuk mund të ngjesh aty veç se kompani të cilat në një formë apo në një tjetër 360 gradë janë të lidhura me sektorin e turizmit, duke filluar nga operatorët turistik, hoteleria, horeka e tjerë. Pra çdo gjë që frymon turizëm është në panajirin Tourism Fair Albania. Panajiri organizohet për gjatë 2 ditëve, 11 dhe 12 shkurt, janë ditë jave, ditë pune, sepse në një panajir turizmi duhet të bëjmë punë, të bëjmë kontakte të cilat i shërbejnë punës, por pse jo, edhe duhet të jetë një vend ku çdo mund të argëtohet edhe i hapur për gjithë publikun e gjerë. Për sa i përket motos së panajirit, në fakt ne jemi përpjekur të studiojmë sektorin në të gjithë drejtimin, të konsultohemi me ekspert të fushët, se cilët janë bashkëudhëtar në këtë panajir që në ditën e parë dhe që në edicionin e parë të kësaj pune, dhe këtë vit jemi referuar strategjisë kombëtare të turizmit, që është 2025-2030, dhe motoja referuar edhe strategjisë kombëtare të turizmit është Growth, Quality, Sustainability, dhe i flet pikërisht rritjes së turizmit në drejtim të volumit, por edhe të cilësisë së turistëve të cilët thithim në vendin tonë dhe të cilësisë së shërbimit që ofrojmë për turistët, që është shumë e rëndësishme, dhe sustainability, që është një koncept që është pa diskutim, e kemi diskutuar edhe vjet. Po, e vërtet. Kemi ndalur gjatë në elaborimin e këtij koncepti. Qëndrueshmëria nuk është më një term i bukur luksi, është domosdoshmëri. Dhe qëndrueshmëria edhe në konceptin e biznesit, pra bizneset të cilat i rezistojnë dhe arrin të rezistojnë kohës, viteve dhe të mbeten të qëndrueshëm në terma biznesi, por dhe qëndrueshmëria në respektimin e parimeve dhe mbrojtjes së planetit, tokës, vendit ton dhe asaj çfarë na ka dhuruar natyra. E vërtet. Panajire të tilla janë kthyer sot në një mjet të rëndësishëm sa i përket zhvillimit të sektorëve ekonomik, veçanërisht turizmit, apo jo. Çfarë risish do të ketë si për pjesëmarrësit, ashtu edhe për vizitorët këtë vit panajiri? Ndër vite, Ada, panajiri është bërë një konstelacion shumë interesant ekspozuesish. Tashmë nuk mund të flasim vetëm për, siç thash, tur operator, hoteleri etj. Kemi një miks shumë të bukur të trinomit, institucione publike, të cilat influencojnë me politikat e tyre, qoftë në nivel politikash për turizmin, qoftë në nivel implementimi, shoqatat e turizmit, që janë një ndër aktorët kryesor influencues të sektorit të turizmit,
dhe bizneset sigurisht private, pa përjashtuar këtu edhe pjesën e akademisë, që është pjesa e këtyre shpirtrave të rinj, të cilët do ta vijojnë turizmin edhe më tej si koncept dhe do ta ushtrojnë atë edhe si biznes, edhe si pjesë e biznesit. Ky konstelacion vjen e bëhet gjithmonë më i plot nga edicioni në edicion. Pallati i Kongreseve po bëhet çdo vit më i vogël për Panajirin Tourism Fair Albania. Ose këtu do doja të dila, është rritur interesi për të marrë pjesë. Është rritur interesi, është zvogluar hapësira na duket ne, po përpiqemi që të sistemohemi, por kjo do të thotë që Panajiri po gjeneron vlerë. Pra, ky konstelacion interesant ekspozuesish, i cili flet të gjithë llojeve të audiencës, po thith interes për shkak të impaktit që Panajiri po lë pas Panajirit, sepse fillimi një narrative në Panajir, i cili synon gjenerimin e kontakteve të reja, të partneriteteve, urave të bashkëpunimit, siç ti e the, do të ndiqet më pas me një follow-up që i bën secili Panajirit. Dhe këtë dhe ne si organizator kemi filluar të aplikojmë dhe na vjen tashmë edhe natyrshëm për të kuptuar çfarë u bë, a arritën të mbylleshin kontrata, kush janë bashkëpunimet e reja që vinë. Kemi marrë feedback nga ata që kanë qenë vitin e kaluar. Dhe një gjë që duhet ta them, dhe është fakt dhe këtë nuk mund ta kundërshtojmë. Fakti që kemi një rikthim të bizneseve kryesisht nga viti në vit në Panajir do të thotë që ata arrin të gjenerojnë vlerë në Panajirin Tourism Fair Albania. Biznesi sot është shumë i ngarkuar në shumë drejtime dhe duhet jemi shumë të sinqert kur e themi këtë, nuk mund të marrë pjesë në evente të cilat nuk realisht nuk prodhojnë vlerë për ta. Dhe vlera prodhohet jo vetëm në drejtim të promovimit, se kur flasim për Panajir, mendojmë së pari promovim të markës dhe kjo është shumë e rëndësishme, por Panajiri i turizmit ka shumë pikë të fortë pjesën e B2B-s. Pra, mundësitë që ofron në drejtim të krijimit të kontakteve të biznesit me partnerë ndërkombëtar. Ata themi tani që për të katërtin vit në bashkëpunim me New Deal Europe, që është partneri jon në Angli, ne organizojmë eventin B2B më kuptim plot pjesë e këtij Panajiri, ku rreth 50 blerës nga mbi 18 vende të botës vinë në Shqipëri për të lidhur kontrata biznesi. Dhe interesi i tyre i vetëm është të vinë të takojnë të gjithë këtë target grupin e bizneseve të cilët bëjnë turizëm dhe shesin produkte turistike dhe të mbyllin kontrata për të sjellë turistët nga vendet e tyre në Shqipëri. Kaq e thjeshtë është gjëja dhe ky është impakti që ne masim post Panajirit. Dhe mendoj që këtu qëndron edhe vlera e vërtet e këtij Panajiri. Po, e vërtet, dhe nëse bëjmë një rezume të 3 edicioneve të para, mund ta themi me plot gojën që ky është edhe ndikimi konkret në rritjen e profesionalizmit të gjithë atyre pjesëmarrësve në Panajir që kanë marrë feedbackun mbrapsh. Tani, me që e përmendëm pak në hyrje të intervistës të turizmin e qëndrueshëm që është në fokus të Panajirit edhe këtë vit. Si e promovon Panajiri këtë lloj turizmi në Shqipëri dhe rajon dhe cilat janë disa nga iniciativat apo disa prej sesioneve që trajtojnë këto çështje të qëndrueshmërisë? Në çdo edicion jemi përpjekur që t'i prekim. Vjet është prekur, e kemi diskutuar dhe këtu me iniciativën e RCC-s, është diskutuar në panele me aktorë të rëndësishëm rajonal çështja e qëndrueshmërisë. Këtë vit do të preket sigurisht në panele diskutimi që do të zhvillohen gjatë 2 ditëve në Panajir. Nga ana tjetër, një ndër partnerët kryesor të Panajirit është Giz Albania, i cili ka mbështetur disa biznese të vogla për të mbetur të qëndrueshme dhe për të vlerësuar konceptin e qëndrueshmërisë dhe pa diskutim kjo do të përcillet qoftë në prezantimin e tyre në stand, qoftë në diskursin që ata do të zhvillojnë përmes paneleve të tyre. Pra, jemi përpjekur jo vetëm ne si organizator, dhe më dua ta them këtë, organizatori sfumohet kur shumë partnerë dhe ekspozues bëhen bashkë dhe e konsiderojnë të vetin Panajirin, sepse në fakt kështu duhet jetë. Ne bëjmë një pjesë të punës, ne i bëjmë të gjithë bashkë, por në fakt janë ata të cilët zhvillojnë këtë narrativ, e përcjellin tek publiku, e përcjellin tek bizneset e tjera, të cilët vinë edhe si vizitor në Panajir.
Kështu që kjo nuk është diçka që ne e bëjmë vetë, pavarësisht iniciativave që ne kemi marrë, qoftë edhe në këtë printimin e badge-eve plant-based, këto simbolikat e vogla që jemi përpjekur të japim përmes punës tonë, punën më të madhe e bëjnë ata të cilët ekspozojnë, japin konceptin e qëndrueshmërisë në mënyrën se si ata e bëjnë biznesin dhe përcjellin këtë jo vetëm tek turistët, por dhe tek publiku shqiptar që është po prap kaq i rëndësishëm për të marrë këtë informacion. Po, dhe ka pasur një rritje modeste, le të themi, të mbështetjes së këtyre nismave miqësore me mjedisin, në këtë vendin tonë me shumë probleme të tjera rreth e rrotull. Cilat janë disa nga kompanitë dhe organizatat kryesore që do të marrin pjesë këtë vit në Panajër? Nëse mund të përmendosh disa prej tyre. Patjetër. Unë nuk do doja të bëja gabimin të harroja të rëndësishmit dhe të më falin nëse do ta bëj këtë gabim, por jam shumë e kënaqur që ta nis me Vaz Grupin, meqense jemi këtu, që rikthehet në Panajër si një shtyllë shumë e fortë, së bashku me Premium Channel, ku do të jemi të 2 ditët live dhe me intervista, me mini podcaste të vazhdueshme, me një punë të profesionale. Pashe Lefterin që po kalon të këtu dhe e di që do ta kem 2 ditët në Panajër dhe i besoj plotësisht që do mbaj një media zone shumë fort. Ne kemi mbështetjen e Gizel Benja, siç e thash, kemi mbështetjen e Aeroportit të Tiranës, i cili do të prezantohet me 6 kompani fluturimi në Panajër, është partner Gold i Panajërit dhe jam shumë e kënaqur që do t'i kem këtë vit. Kemi mbështetjen e Elite Travel Group, i cili mbështet programin e Hosted Buyers. Kemi mbështetjen e Albanian Night dhe Armandos, që e përshëndes dhe kanë bërë një punë të jashtëzakonshme vjet dhe do t'i kemi dhe si vjet gjithashtu. Business Magazine që e kemi gjithmonë plan, kemi DevAl dhe Pago si partner teknologjik të Panajërit. Pra, siç e thash, puzzle-i këtë vit është akoma më i gjerë që nuk mbetet vetëm në rrethin e ngushtë të këtyre kompanive që flasin turizëm, po dhe ata që e mbështesin turizmin me iniciativat e tyre. Dhe mua më vjen mirë se disa prej këtyre që përmende Neida kanë ndarë gjithë vizionin e tyre nëpërmjet mikrofonit të Premium Channel vitin e shkuar edhe pa diskutim duke ju dhënë atë që duhet publikut që na ndjek. Përmend edhe teknologjinë tani dhe besoj luajnë një rol të rëndësishëm në Panajër, apo jo, promovimi i këtyre inovacioneve teknologjike. A do të ketë programi një prezantime të dedikuara për transformimin digital në turizëm? Sa pjesë i kushtohet teknologjisë dhe inovacionit në këtë Panajër? Po, në fakt teknologjia dhe inovacioni do të ketë këtë vit më shumë se në çdo edicion tjetër Këtë do ta sjell Elite Travel Group si një partner i Panajërit nëpërmjet një konvente ku do të zhvillohen 4 panele diskutimi, ku një panel i dedikohet tërësisht teknologjisë. Po ashtu edhe panele të tjera diskutimi që do të flasin për teknologji, për sistemet PMS, pra çdo gjë e cila i flet të ardhmes së teknologjisë në nivelin e sektorit të mikpritjes dhe shërbimit hotelerisë, ku është kaq e domosdoshme dhe që i përgjigjet objektivit që ka qeveria shqiptare në kuadër të strategjisë për rritjen e cilësisë së shërbimit. Pra është shumë e rëndësishme. Po, e vërtetë, sepse këtu çalojmë gjithmonë tek shërbimi, edhe nëse është një vend i mrekullueshëm edhe një, le të themi, një akomodim shumë i mirë, shërbimi është ai që na prek edhe bën diferencën në një farë mënyre. Ti ke qenë shumë afër organizimit të Panajëreve, sidomos vitet e fundit me Iceberg Exhibitions, edhe ju përgëzojmë që keni ruajtur standard për hir të vërtetës në organizimin e Panajëreve të tilla, dhe duke qenë se jeni kaq afër gjithë planit organizativ se si bëhet një Panajër nga A-ja tek Z-ja, a mund të na thuash se si ka evoluar ky zhvillim i Panajëreve në Shqipëri vitet e fundit? Po, në fakt, jo vetëm gjatë këtyre 5 viteve në Iceberg Exhibitions, eksperienca ime është shumë e hershme me organizimin e Panajëreve dhe arri të bëj një diferencim shumë të mirë të mënyrës se si ka evoluar puna me Panajërin nga pikpamja e organizatorit. Besom, është rritur përgjegjësia shumë, sepse është rritur dhe përgjigja pozitive ndaj Panajërit. Pra në momentin që fiton besueshmërinë. Dhe kjo është përgjegjësisht më e madhe. Në momentin që fiton besueshmërinë në treg dhe të zgjedhin që të jenë pjesë e Panajërit,
dhe kjo zgjedhje bëhet çdo vit e më intense, ashtu rritet edhe përgjegjësia e organizatorit dhe ka një zhvendosje nga puna shumë e madhe që bëhet në shitjen e hapësirave. Kjo bëhet pak më e thjeshtë sepse një pjesë e mirë e kërkesës vjen me iniciativën e vet, por fokusi i organizatorit zhvendoset drejt cilësisë së organizimit. Dhe çdo vit ne kemi parë që dhe brenda nesh kemi parë nevojën për të rritur profesionalisht, kemi shumë punë përpara për të imituar në mënyrën më të mirë standarde globale në organizimin e panajireve, dhe një shembull konkret për këtë është organizimi i eventit B2B brenda Panajirit Tourism Fair Albania, i cili bëhet tërësisht brenda standardeve ndërkombëtare. Nuk ka asgjë ndryshe me atë çfarë ndodh në Fitur në Madrid, apo në ITB Berlin, apo në WTM në Londër, pasi ne së bashku me New Deal Europe kemi sjell nga A-ja tek Z-ja të gjithë standardin në organizimin e një eventi B2B. Qoftë nga fillimi i punës me lançimin e platformës B2Balkan, ku gjithçka ndodh digitalisht, vlerësi dhe shitësi i shërbimeve, i produkteve turistike takohet online, skedulon takimet online, dhe realizon këto takime në panajir me slote 15-20 minutëshe, të cilat janë shumë hermetike, dhe brenda një dite realizohen mbi 600 takime. Dhe të gjitha të matshme, të gjitha të vërtetueshme dhe të gjurmueshme më pas. Kjo është arritur me kohën, dhe siç e thash, duke qenë se organizatori zhvishet deri diku nga mundi i madh i shitjes së hapësirave që zgjat për muaj të tërë, sepse një pjesë e kërkesës vjen dhe vetëm procesohet, tashmë vëmendja është e zhvendosur në rritjen e cilësisë. Kemi shumë punë përpara. Po, a ka vështirësi në organizimin e panajirëve të përmasave të tilla apo jo? Mund ta them me bindje që organizimi i një panajiri është niveli më i lartë i organizimit të një eventi. Pra, nëse një kompani organizon një event në kërkesë të një klienti, është një gjë. Por kur organizon një panajir i cili ka një agent të ngjeshur në 2 ditë, por nga ana tjetër ke edhe mbi 100 ekspozues që presin dhe i kanë sy tek ty dhe duan të jenë qendra e vëmendjes së panajirit, kjo e vështirëson akoma më shumë. Është e vështirë, patjetër ne kemi një staf i cili tashmë ka eksperiencën e sjelljes në jetë të këtyre eventeve, do ta dish se si jemi një javë përpara panajirit. Nuk di çfarë do të thot orari, gjumi, zgjimi, nuk dim a ka një vend tjetër veç pallatit të kongreseve ku jetohet atë javë dhe post panajirit, por di të them që pasi mbaron e gjitha kjo, ndjem krenari, përgjegjshmëri të shtuar, edhe një lloj vizioni që vjen edhe merr formë nga edicioni në edicion. Po, na vjen mirë për këtë, për juve dhe për suksesin fakte e panajirit që e kemi parë vit pas viti, sa kemi qenë pikërisht pjesë e tij. Do doja të dija a e kanë pranuar bizneset shqiptare panajirin si një, le të themi, mënyrë efektive si marketingu, ashtu edhe krijimi lidhjesh të reja. Dhe kjo është reflektuar në rritjen e interesit të tyre për të bërë pjesë e panajirit? Me bindje e them po. Do të ndalem sepse jo çdo panajir që ne bëjmë ka të njëjtën përbërje klientësh, biznesesh. Bizneset në fushën e turizmit prej vitesh tashmë janë vizitor ose ekspozues në panajiret më të mëdha ndërkombëtare. Dhe rrjedhimisht nëse do të flasim për turizëm inbound, pra kur sillim turist në Shqipëri, mënyra më e mirë është të shkosh dhe të kërkosh këta turist në Madrid, në Berlin, etj, meqense se jemi në këtë momentumin e panajireve ndërkombëtare. Dhe kjo është shumë pozitive, absolutisht. Unë vet jam një vizitore e vazhdueshme e panajireve ndërkombëtare në fushën e turizmit dhe e bëj këtë me shumë kënaqësi. Por, ajo çfarë ka ndodhur vitet e fundit, duke fuqizuar ne këtë nukleon e B2B-s brenda panajirit ton, biznesi shqiptar ka kuptuar që këta 50 blerës ndërkombëtar kur vinë në Shqipëri, syt i kanë vetëm tek Shqipëria dhe Kosova, rajoni. Nëse ne shkojmë në një panajir në Berlin apo në Madrid, ne jemi aty me të gjithë botën. Patjetër jemi një vend i vogël, kemi avantazhet e disavantazhet tona, por konkurrueshmëria është shumë e lartë. Ashtu sikurse edhe numri i blerësve është shumë fish më lart.
por oportunitetet janë kanë le të themi atë pikpyetjen e madhe të tyre. Dhe kur kthehen nga këto panajire, kanë më dyshje le të themi në çfarë u realizua apo jo. Ndërsa në një panajir të vogël krahasimisht me panajiret ndërkombëtare dhe të vogël duhet ta themi sepse jemi një vend i vogël, rrjedhimisht edhe panajiri jon, infrastruktura që kemi është e tillë, sjell vëmendje ndërkombëtare, por e sjell në Tiranë, e sjell në vendin tonë. Kur vin ky grup blerës, vin të orientuar për të mbyllur biznes me Shqipërinë dhe dua të ndalem dhe këtu, nuk doja të më ikte kjo intervistë pa e thënë këtë. Nga viti në vit, blerësit që aplikojnë për të qenë pjesë e panajirit tregojnë pak a shumë edhe dinamikat që po ndodhin në vend. Këtë vit, për shembull, kemi shumë blerës që vijnë nga SBA, nga Kanadaja, nga Japonia, Kina, nga tregje që janë tregje që i flasin një targeti medium dhe high, pra të mesatar dhe të lartë, dhe që tregojnë që po janë marrë iniciativa. Shumë shpejt do të hapet direct flights me SBA-n, me Kanadan. Pra tregon edhe lëvizjet që ka panajiri reflekton atë çfarë po ndodh dhe e bën jo vetëm që industrinë të lëviz, po e bën industrinë të lidhet nga nivelet më të larta në nivelet më të ulta. Prandaj do të thoja që për t'ju rikthyer pyetjes dhe për të mos e humbur fillin, bizneset këtë e kanë kuptuar dhe ashtu sikurse edhe ne përcjellim këtë komunikim gjithmonë, patjetër që bizneset në fushën e turizmit nuk duhet braktisin panajirët ndërkombëtare, përkundrazi duhet jenë pjesë aktive e tyre gjithmonë, por duhet të fokusohen gjithashtu edhe në mikpritjen e këtyre të huajve në vend, në panajirin e tyre të vetëm që ndodh në Shqipëri, për të realizuar kontrata biznesi dhe për të tërhequr vëmendjen e tyre në tregun tonë. Mendoj që kemi ngritur disa histori suksesi shumë të mira dhe që tashmë janë bërë publike. Ne jemi përpjekur çfarë do lloj materiali i cili ka qenë për të bërë publik, kontrata të mira të arritura etj. Ti flasim edhe për të ndërgjegjësuar bizneset. Por më duhet ta them që ka patur një reagim shumë pozitiv. Për këtë kanë patur një ndikim shumë të madh edhe shoqata e Albanian Tourism Union, Unioni Turistik Shqiptar, e ka përtitur gjithashtu këtë vizionin për të patur panajirin ton në vendin ton, edhe për t'i mikpritur dhe për t'i parë këto oportunitetet e biznesit në Tiranën tonë të vogël, kështu që duke qenë të gjithë bashkë dhe në të njëjtën faqe, mendoj që po e komunikojmë siç duhet dhe ka arritur të përçojë mesazhin që duam të përçojmë. Okej, tani do të ndalemi tek disa pyetje të shkurtra, mund të më japësh disa përgjigje shumë koncize për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe duan të marrin atë që ju duhet në një farë mënyre. Çfarë mund të përfitojë një vizitor i thjesht nga pjesëmarrja në Tourism Fair Albania 2026? Tirana është një qytet vibrant, kemi thënë. Tirana në shkurt është një qytet që ka aktivitete të ndryshme, por ka edhe një panajir i cili përgjatë 2 ditëve, 11 dhe 12 shkurt, është i hapur hyrje e lirë pa pagesë për të gjithë vizitorët, të cilët vinë dhe shohin performanca artistike nga gjitha trevat e Shqipërisë. Shohin stendat e bashkive të qyteteve të ndryshme, të cilët vinë me artizan, me produkte të vogla që i shesin aty, janë në Tiranë, por janë në të njëjtën kohë në Vlorë, në Sarandë, në Dibër, në Mirdit, janë në treva të ndryshme dhe këtë e marrin brenda 3000 metrave katror të hollit kryesor të Pallatit të Kongreseve. Nuk duhet ta humbi një qytetar i Tiranës mundësinë për të vizituar panajirin e turizmit që është lehtësisht i aksesueshëm në qendër të Tiranës dhe në 2 ditë shkurti ku nuk ka as plazh dhe as një gjë tjetër për të bërë përveç se të vizitojmë Tiranën, të bëjmë atë ecje në këmbë edhe të vim në panajir. Çfarë fiton realisht një ekspozues nga Tourism Fair Albania? 2 pika do përmend, ndër shumë të tjera. Promovim të markës përkundrejt një audience, jo vetëm këtij publikut të Tiranës, shqiptar, jo vetëm të Tiranës, të Kosovës etj, por një publiku ndërkombëtar, të cilët vinë në Shqipëri, dhe së dyti mundësi për të ndërtuar marrëdhënie biznesi
me tur operator nga 18 vende të botës. Unë rendita SBA, Japoni, Kanada, Kinë dhe vendet e Evropës, Itali, Spanjë, Danimarkë e tjerë. Mundësi konkrete për të lidh kontrata biznesi për 2027-2028, sepse ne e dim shumë mirë që turizmi në nivel global parashikohet. Nuk ndodh sot për sot. Patjetër, fantastike. Pse shumë kompani rikthehen çdo vit në këtë panajër? Sepse panajëri gjeneron vlerë për ta në nivel networking, rrjetëzimi, në nivel biznesi dhe në nivel promovimi. Okej. Apo e ndryshon ky panajër mënyrën si promovohet turizmi? Nuk po e ndryshon, po e plotëson mënyrën se si promovohet turizmi. Turizmi do të promovohet ashtu sikur se është promovuar deri tani, duke u bërë më elegante dhe duke u ndërgjegjësuar vit pas viti për ta bërë më mirë këtë punë. Panajëri po i jep një dorë për të plotësuar të gjithë puzzle-in e këtij promovimi. Cili është gabimi më i madh që bëjnë bizneset që nuk marrin pjesë në një panajër të tillë? Nëse nuk marrin pjesë si ekspozues, duhet të jenë patjetër si vizitor. Në momentin që vinë si vizitor, vitin tjetër rezervojnë si ekspozues. Stendon. A është Tourism Fair Albania një panajër vetëm për profesionistët apo për të gjithë? Tourism Fair Albania është një panajër për të gjithë. Për profesionistët e sektorit në mënyrë absolute i domosdoshëm dhe për publikun e gjerë, për qytetarët e vendit tonë, të cilët duan të kalojnë ditë ndryshe, orë ndryshe me familjet e tyre, me fëmijët e tyre, për t'i prezantuar, siç thash, brenda një pallati kongresesh me të gjithë trevat e Shqipërisë në nivel tradite, kulture, shfaqesh etj. Nuk duhet ta humbasin, kështu që ky është një panajër për të gjithë. Enita, shumë faleminderit, a lam gjë tjetër pa thënë apo jo? Unë mendoj që s'kemi lënë asgjë, po po na u kujtuar gjë, do ta bëjmë edhe një bisedë tjetër, s'kemi ç'bëjmë. Patjetër, ne do të jemi në panajër në pallatin e kongreseve, do flasim shumë. Do i themi të gjitha edhe më tepër madje. Shumë faleminderit që ishe në studio dhe ju uroj shumë suksese, punë të mbar dhe siç e thash do të shihemi në panajër. Të falenderoj shumë Ada që e bën shumë të thjesht gjithmonë intervistën. Unë e gëzoj shumë momentin kur ndaj Tourism Fair Albania së pari me ty. Shumë faleminderit, është kënaqësi gjithmonë. Dhe mos harroni të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në 11 dhe 12 shkurt tek Pallati i Kongreseve. Arsyen sepse i tham të gjitha dhe keni mundësi për ju që ndoshta nuk e kapët nga fillimi të klikoni në Premium Channel në kanalin e YouTube për ta ndjekur të plot intervistën dhe në rrjetet sociale pa diskutim. Do të bëjmë një shkputje tani muzikore dhe do të rikthehemi për pak sërish në studio.